Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ndonjëherë nuk janë debatet e mëdha apo shpërthimet emocionale ato që tregojnë më shumë për marrëdhëniet mes banorëve. Janë momentet e vogla, të përditshmet. Një fjali e thënë pa zë të lartë, një shikim i zgjatur, një koment që duket i parëndësishëm, por që mbart më shumë se sa fjalët vetë, ishte mëngjes. Banjoja ishte e mbushur me zhurmën e ujit që rrinte, pasqyrat e mjegulluara dhe rutina e zakonshme e zgjimin. Alba po lante dhëmbët. Qëndronte para pasqyrës me flokët ende të shpupuritur, pa grim, ashtu siç është njeriu kur është më i vërtetë. Në atë moment nuk po luante asnjë rol. Nuk po mendonte për kamerat. Thjesht po ishte vetvetja, Limi hyri në banjo pa zhurmë. Nuk tha asgjë menjëherë. E pa Albën në pasqyrë. E pa mënyrën se si lëvizte furça e dhëmbëve, me kujdes, me përqendrim, sikur çdo detaj kishte rëndësi. Nuk ishte thjesht një vëzhgim rastësor, ishte ai lloj vëzhgimi që vjen kur dikujt i kushton vëmendje më shumë se ç'do të pranonte me zë. Sa mirë e përdore atë furçë në gojë, tha Limi, me një ton që ishte mes shakas dhe admirimin. I lane dhëmbët mirë. Ti bën akull të bardhë. Fjala akull mbeti pezull në ajër. Nuk ishte thjesht për ngjyrën. Ishte për pastërtinë, për freskinë, për diçka që shkëlqen. Alba ndaloi për një çast. E pa në pasqyrë dhe buzëqeshi lehtë, me atë buzëqeshje që nuk kërkon miratim, por e pranon lojën e fjalëve. A të pëlqen edhe ty kështu? Ja ktheu ajo, me një ton të qetë, por plot nën kuptim, nuk ishte një pyetje e drejtë për drejtë. Ishte një ftesë për të vazhduar bisedën, për të parë deri ku shkon ai moment. Limi e kuptoi menjëherë. Nuk u përgjigj menjëherë me fjalë. Vetëm buzëqeshi. Dhe ndonjëherë buzëqeshja thot më shumë se çdo përgjigje. Ky shkëmbim i vogël, i thjesht, ishte një pasqyrë e marrëdhënies së tyre, asnjëherë e drejtë për drejtë, gjithmonë mes rreshtave. Alba dhe Limi kishin kaluar shumë, afërsi, dyshime, tensione. Fjalë të pathëna dhe fjalë që kishin lënduar. Por gjithsesi, kishte diçka që nuk ishte shuar. Një lidhje që herë fshihej pas krenarisë, herë pas frikës për të mos u lënduar sërish. Alba vazhdoi të lante dhëmbët, por mendja e saj nuk ishte më aty. Fjalët e Limit i silleshin në kokë jo për shkak të komplimentit, por për shkak të mënyrës si u tha. Ishte një kujtesë e vogël se, pavarësisht gjithçkaje, ai ende e shikonte. Ende i kushtonte vëmendje. Ende i fliste ndryshe nga të tjerat. Për Limin, ai moment ishte po aq domethënës. Ai e dinte që marrëdhënia e tyre ishte e brishtë. Çdo fjalë mund të afronte ose ta largonte. Dhe megjithatë, ai nuk rezistoi dot të mos e thoshte atë koment. Sepse ndonjëherë ndjenjat dalin pa leje në formën më të thjeshtë, një vërejtje për dhëmbë të bardhë, një ton i butë, një shikim në pasqyrë. Banjoja u mbush sërish me zhurmën e ujit. Alba shpërlau gojën dhe u kthye nga Limi. Për një moment u pan drejtë në sy. Nuk kishte nevojë për fjalë të tjera. Të dy e dinin që ai moment nuk ishte për dhëmbët, as për furçën. Ishte për atë që ende ekzistonte mes tyre, pavarësisht gjithçkaje. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku gjithçka është e ekspozuar, këto momente intime janë të rralla dhe të çmuara. Janë ato çaste që publiku i ndjen, edhe kur nuk i analizon. Një flirt i lehtë, një batutë e thjeshtë, një përgjigje me nënkuptim dhe papritur, një histori e tërë ringjallet për disa sekonda. Alba u largua nga banjoja, duke lënë pas një heshtje të ngrohtë. Limi mbeti edhe pak, duke menduar. Ai e dinte që rruga mes tyre nuk ishte e lehtë. Por ai mëngjes i tregoi se ndonjëherë mjafton një fjalë e vogël për të kujtuar pse disa lidhje janë kaq të vështira për të mbyllur plotësisht, dhe ndoshta, për Albën dhe Limin, ajo furçë dhëmbësh nuk ishte thjesht një objekt i zakonshëm. Ishte një simbol i vogël i një marrëdhënieje që vazhdon të shkëlqejë her pas here, edhe kur përpiqen ta fshinë.